Davidi I vogël do të shihte nënën e tij për herë të fundit në funeralin e saj. Sa zemërthyese që ishte kjo. Megjithatë, gjithçka tashmë ishte organizuar. Ajo ishte shumë e re për të ikur nga kjo botë, por kur Davidi shkoi me thezën e tij ta vizitonte, ndodhi diçka e papritur. Davidi tha diçka të çuditshme, diçka që e përsëriti disa herë. Për shkak të asaj që tha, planet e funeralit u anuluan menjëherë. Por çfarë tha saktësisht Davidi nënës së tij? Dhe pse Roza u trondit kaq shumë? Para se të fillojmë, a mund të arrim 1000 pëlqime në këtë video? Shtypni butonin like dhe mos harroni të abonoheni në kanal. Hajlia ishte një nënë e dashur dhe e përkushtuar për Davidin. Ata ishin gjithmonë bashkë. Ajo e donte aq shumë sa që I dhëmte. Çdo mëngjes ata dilnin për shëtitje. Pjesa e preferuar e Davidit ishte të lëkundej në këndin e lodrave për një kohë që dukej sikur nuk mbaronte kurrë. Babai I Davidit nuk ishte në për këtë histori. Ai e kishte lënë Hajlian pak para se Davidi të linte. Çdo të mërkurë, ajo e çonte Davidin tek prindërit e saj që të pushonte pak. Ajo kurrë nuk e shijonte plotësisht kohën e vetme, sepse I mungonte shumë, por e dinte që ishte e rëndësishme. Në ato ditë ajo shkonte në palestër ose kalonte kohë me shoqen e saj më të mirë, motrën e saj, Rozën. Roza ishte 4 vite më e madhe se Hajlia dhe gjithmonë kujdesej për të. Si motra më e madhe, ajo ishte natyrshëm mbrojtëse. Ajo e vërente sa shumë e donte Davidi tezën e tij, edhe sa të lidhur ishin ndaj. Në heshtje e kishte caktuar Rozën si kumbarën e tij në testament. Roza nuk e dinte ende këtë vendim, por shumë shpejt do ta mësonte. Vdekja e saj ishte një tronditje. Ajo iku shumë herët dhe të gjithë rreth saj u thyen. Davidi nuk kishte asnjë ide çfarë po ndodhte vërtet. Tezja e tij Roza shkoi ta merrte dhe ta çonte tek gjyqërit. Ai nuk kuptonte pse të gjithë dukeshin kaq të trishtuar dhe vazhdonte të pyeste për mamin e tij. Roza u përpoqte ishte sa më e qeshur pranë tij, edhe pse brenda shpirti ishte I shkatruar. Ajo sapo kishte humbur motrën dhe shoqen e saj më të ngushtë, por në një farë mënyrë kujdesi për Davidin I jepte diçka për t'u mbajtur. Ata do të kishin nevojë për njëri tjetrin. Fillimisht Roza mendoi se Davidi do të qëndronte me prindërit e tyre, por kjo ndryshoi shpejt. Ajo zbuloi se Hajlia e kishte caktuar si kumbarën e Davidit. Kjo e la plot pyetje. Pse nuk ja kishte thënë? Ajo e donte shumë nipin e saj, por rolin e një nëne, të ketë pikë të jetës, nuk e kishte imagjinuar kurrë. Davidi do të qëndronte tek gjyqërit deri në funeral, duke I dhënë Rozës kohë të mjaftueshme për të mbledhur gjërat e saj dhe për t'u zhvendosur në shtëpinë e Hajlis. Ishte mbi ngarkuar, brenda pak orësh ajo kishte humbur motrën, kishte marrë mbi vete rolin e një nëne dhe ishte shprangulur në një shtëpi të re. Gjithçka po ndodhte shumë shpejt. Të nesërmen e aksidentit Roza mori një telefonat. Numri ishte I panjohur, por ajo e hapi gjithsesi. Një zë burrëror u dëgjua nga ana tjetër. Në fillim nuk e njohu, por pastaj ra ndërmend. Ishte Vincenti, babai I Davidit. Ai kishte dëgjuar për aksidentin dhe po telefononte për të kërkuar kujdestarinë e Davidit. Por kjo nuk do të ndodhte. Roza I tha se ajo ishte kumbarja e Davidit dhe që Hajlia kishte dashur që ai të rinte me të. Vincenti nuk ishte dakord. Telefonata u bë shpejt një debat I ashpër. Para se të mbyllej telefoni, Vincenti e lajmëroi të ruhej. Ai po vinte për të. Por Roza nuk u tremb. Ai nuk kishte qenë kur babai I vërtet për Davidin. Sipas asaj çështja ishte mbyllur. Po atë ditë zilja e derës ra. Roza e hapi dhe u ngri në vend. Vincenti ishte aty dhe u shty brenda. Ku është djali im? Bërtiti ai. Por Davidi ishte ende tek gjyqërit. Roza nuk kuptonte pse ai papritui kujdesej. Ai kur nuk kishte treguar interes më parë. Çfarë kishte ndryshuar? Ata nxorën Vincentin jashtë dhe paralajmëruan të mos kthehej, por ai nuk ishte tip që heqi dorë lehtë. Ai do të vazhdonte të këmbëngulte. Roza e dinte se duhej të ishte në gatishmëri. Ajo telefonoi shtëpinë funerale dhe u përshkroi se si dukej Vincenti, thjesht për siguri. Gjëja e fundit që I duhej ishte që ai të shfaqej dhe të shkaktonte probleme. Funerali ishte vetëm 3 ditë larg. Pastaj Davidi do të ishte zyrtarisht përgjegjësia e tij. Ky mendim e friksonte.
Ajo shpresonte që instiktet e saj të nënës do të aktivizoheshin dhe do të dinte çfarë të bënte, por nuk ishte e sigurt, kështu që shkoi të kërkonte midis gjërave të Hailis. Ndoshta do të gjente një ditar ose ndonjë shënim. Nuk ndihej mirë duke kërkuar në gjërat e motrës, por e mendoi si kërkim, diçka që do të ndihmonte të arriste Davidin siç do të kishte dashur ajo. Më në fund Roza gjeti një ditar të vogël dhe e hapi. Aty ishte. Ndërsa lexonte, syt u mbushën me lot. I mungonte shumë motra. Ajo kishte shkruar për kohët e tyre të bukura së bashku dhe sa shumë adhuronte djalin e saj të vogël. Ajo kishte shkruar edhe për Vincentin, se si nuk telefonoi kur. Nuk dërgonte kartolina, as nuk e mbante mend ditëlindjen e Davidit. Nëse s'kishte kujdesur, atëherë. Pse po interesoi tani? Diçka nuk po shkonte. Roza filloi të dyshonte se ai kishte motive të tjera. Ndoshta mendonte se do të përfitonte financiarisht ose të merrte ndonjë ndihmë. Por çfarë do arsye të kishte, s'kishte rëndësi. Sa koha që Roza ishte aty, ajo do ta mbronte djalin. Të nesërmen Roza shkoi në polici. Dukej si gjëje e dur, por oficerët i thanë se kishin nevojë për më shumë se fjalët e saj. Ajo kishte vetëm akuza dhe kjo nuk mjaftonte, por kjo nuk zgjati shumë sepse kur u kthye në shtëpi Vincenti ishte duke e pritur në prag. Ajo e futi brenda. Me qetësi i tha që kishte shkuar në polici dhe kishte raportuar gjithçka. Në momentin që ndëgjoi fjalën polici, fytyra e Vincentit u zbe. Roza ngriti vetullën dhe e pyeti pse u tremb, por ai nuk u përgjigj. Thjesht u ngrit dhe doli nga dera pa thënë asnjë fjalë. Roza shpresoi që do të ishte hera e fundit që e shihte. Por pastaj një oficer policie filloi të hetonte të kaluarën e Vincentit dhe gjeti diçka shqetësuese. Rezultoi se Vincenti zotronte një makinë që përputhej me përshkrimin e asaj që i kishte goditur Hailien në atë aksident të çuditshëm. Kështu ato hartuan një plan. Menduan se Vincenti mund të shfaqej në funeral, ndoshta nga ndjenje e fajit. Nëse ndodhte kjo, policia do të njoftohej menjëherë. Roza e ndau këtë plan me drejtuesin e funeralit dhe me prindërit e saj, që të gjithë të ishin të përgatitur. Funerali ishte të nesërmen dhe Rozës i dhimbte stomaku vetëm duke e përmendur. Gjithçka po i prishej njëra pas tjetrës dhe ajo thjesht donte që e gjitha të përfundonte. Të nesërmen në mëngjes Roza ndjeu një dhimbje të thellë në bark. Donte që dita të kalonte shpejt, por gjithashtu e ndjente se duhej të ishte e pranishme, me të vërtetë e pranishme, për t'i dhënë lamtumirën e fundit motrës së saj. Ajo takua me gjysherit në krematoriumin dhe mori butësisht Davidin në krah. Ceremonia do të fillonte me disa fjalë për Hailien dhe më pas njerëzit do të kishin kohë për t'i dhënë lamtumirën e fundit personalisht. Njerëzit u rreshtuan pranë arkivolit. Ai ishte i hapur dhe Hailia duke i qetë teksa rinte aty. Atë Roza pa dy policë që hynë në dhomë. Ajo pyeti veten nëse drejtori i funeralit i kishte thirrur. Ndoshta kishte parë Vincentin, por e la me njanë këtë mendim dhe u përqendrua tek momenti. Kjo ditë ishte për Hailien dhe për Davidin, që të gjente një farë ngushëllimi. Roza dhe djali ishin të fundit që u afruan arkivolit. Ndërsa qëndronin aty, djali shikoi brenda me një shprehje të shqetësuar. Mami po fle? Pyeti me zë të butë. Po, përgjigj Roza, pa e ditur çfarë tjetër të thoshte. Atëherë vuri re diçka të çuditshme. Fytyra e Davidit ndryshoi sikur po përpiqej të kuptonte diçka. Ai mërmëriti diçka që ajo nuk e ndëgjoi qartë dhe u mërzit kur ajo nuk reagoi. Filloi të shqetësohej në krahët e saj. Roza u tërhoq pak dhe uli butë në dysheme. Davidi nisi të qante. Ai po përpiqej të ngjitej te skaja e arkivolit për të parë më mirë maman. Roza e mori sërish në krah, e shtrëngoi dhe shikoi rreth e rrotull për ndihmë, por dhoma ishte boshe. Ajo e mbajti afër dhe e pyeti butë çfarë po përpiqej të thoshte. Këtë herë kuptoi. U step. Shpejt njoftoi drejtuesin e funeralit për atë që Davidi kishte vënë re. Roza e dinte që nuk mund ta vazhdonte ceremoninë pa e kontrolluar këtë gjë. Ajo i premtoi Davidit se do të zgjidhnin dhe gjithçka që mund të bënin ishte të prisnin. Djali u qetësua dhe ata dolën jashtë bashkë. Pas pak drejtuesi i funeralit doli dhe i tha se gjithçka u rregullua. Roza u kthye brenda duke mbajtur djalin fort. Ajo shikoi motrën e saj dhe ndjeu një qetësi të brendshme. Nuk e kishte pritur që djali të vërente diçka kaq të vogël, por ajo kishte një rëndësi të madhe. Tregonte sa thellë e donte ai maman e tij. Ajo që Davidi kishte vënë re tek nëna e tij, nuk po mbante varësën e saj, atë me inicialet e tij. Roza ja kishte dhënë ditën që ai lindi, dhe Hailia e kishte mbajtur çdo ditë në jetesën e saj. Pas aksidentit, një paramedik ja kishte hequr dhe ishte haruar në spital. Fatmirësisht,
dikush shkoi dhe e mori në kohë. Pas kësaj funerali mund të vazhdonte dhe ceremonia doli e bukur. Hajlia u kremua, por një pllakë e vogël memoriale u vendos në mur që Davidi të kishte gjithmonë një vend për ta vizituar. Pas shërbesës, Roza shkoi tek prindërit për të marrë disa gjëra të Davidit. Aty ra ndërmend Vincenti. Ai nuk e kishte parë asnjëherë gjatë asaj dite. Prindërit i thanë se ai kishte ardhur, por drejtuesi i funeralit e kishte dalluar menjëherë dhe kishte thyrur policinë. Ai u largua në heshtje pa shkaktuar ndonjë problem dhe ceremonia vazhdoi në qetësi. Roza u lehtësua, më në fund ndihej sikur mund të fillonin të ecnin përpara, me pak mbyllje të plagës dhe me shumë dashuri. Nëse kjo histori ju preku zemrën, mos harroni ta pëlqeni videon, të ndani me dikë që ka nevojë të dëgjojë dhe të abonoheni për më shumë histori të tilla. Faleminderit që na ndoqët.